Përshëndetje dhe mirë se erdhët në platformën e vetme edukative për biznes dhe ekonomi. Jemi epizodi i 9 i sezonit të dytë. E kemi thënë dhe kemi stërthënë disa herë që bota ka ndryshuar, ekonomia ka ndryshuar. Në qoftë se përpara 40 vjetëve e ardhura kryesore ka qenë nga puna e tokës dhe kemi mbjellur farat e grurit. Tani në vend të farës grurit mbjellim ide. Në qoftë se kemi pritur që gruri nëpërmjet shiut na jep bukën e tavolinës, tani presim kapitalit ta finanson idetë. Bota ka ndryshuar në nivel të lartë, nuk vajmë nga bujqësia dhe nga blegtoria, por varemi nga inteligjenca artificiale, varemi nga bizneset të cilat janë shumë të bazuara në dije, në kompetenca, në shkallësi, por edhe në kapital i cili na i mundson në për platforma të ndryshme. Por të gjithë këto kanë një demonativ të përbashkët, atë e kanë punën. Edhe kërkon për punuar tokën, jemi varur nga puna, për të mundur ta larojmë, ta levrojmë, ta mbjellim farën dhe më në fund presim gruin që të rritet dhe të kemi bukë. Tani duhet kemi ide, duhet kemi një ëndër, pastaj ide, pastaj ta kthejmë këtë në projekt, edhe më në fund të realizimin e këtij projekti i cili më mundsohet nëpërmjet parave ose kapitalit. Kapitali mund vi në forma dhe në përmbajtje të ndryshme, mund vi nëpërmjet kursimeve private, mund vi nëpërmjet kredive, mund vi nëpërmjet platformave të moderne të që kanë bëjnë me business angels, angjujt e bizneseve të cilat financojnë ide nga profitet që këto njerëz kanë nga kompani ose nga puna e tyre nëpërmjet kompanive të ndryshme komerciale, mund vinë për crowdfunding, e cila është një platformë e cila mbledh para për idetë që çdo njeri nga ju individ ose biznesi ka, por vjen edhe nga projektet ndërkombëtare të cilat i japin nëpërmjet granteve. Dihet botërisht që kemi 2 lloj grantesh, e para të cilat merren dhe jepen nga institucionet ose nga ambasadat e huaja, të cilat janë të akredituara në Maqedoni, por të gjitha këto janë bilaterale, të cilat i japin Maqedonisë fondet veçanta të cilat janë paracaktuara përpara vitit fiskal. Pastaj kemi edhe projektet multilaterale, të cilat janë projekte të cilat i bashkojnë shumë shtete bashkë, siç është për shembull UN-i, nëpërmjet projekteve të Kombeve të Bashkuara, UNDP e kështu me radhë. Edhe më në fund është Bashkimi Evropian, i cili është financuesi dhe kontribuesi më i madh i mirëqenies ekonomisë, zhvillimit ekonomik në vend. Sot kam nderin që të flasim për këto projekte ndërkombëtare. E kemi në podcast Berat Limanin, i cili është miku dhe shoku im i vjetër. Kemi bashkëpunuar me Beratin përpara, mirë Berati ka një kohë të gjatë i cili është një lloj menaxheri apo përgjegjës për projektet e financuara nga Bashkimi Evropian, konkretisht për zyrën ndërlidhëse të projekteve ndërkufitare Kosovë-Maqedoni. Mirë se erdhe Berat, shpresoj që ndjehesh mirë. Ju faleminderit Visar për ftesën. Sigurisht kur takohesh me një mik edhe bisedon një gjatë tillë, gjithmonë kënaqësi. Po, gjithmonë kemi dashur flasim për projekte ndërkombëtare, edhe ne kemi folur sa herë nëpërmjet forumeve të ndryshme që të cilat ne i bëjmë dhe organizojmë, por mirë do ishte që ky lloj podcasti pak edukativ të tregojmë edhe ato që na ndjekin se çfarë janë realisht projektet. Po ajo zakonisht që mund pyesin kur bëj një herë një projekt, thonë çfarë është ndryshimi ndërmjet krediteve edhe projekteve. Mund shkurtimisht ta shpjegojmë çfarë është dallimi kryesor? Po, sigurisht. Në esencë projektet janë donacione të cilet institucionet të caktuara, qoftë vendore, publike ose ndërkombëtare i japin për një aktivitet të caktuar. Kredia më tepër lidhet me investimet biznesore, të cilët ndoshta duhet të kthehen mbrapa me kalimin e kohës, ndërsa te grantet janë mjete të pakthyeshme, të cilët kanë një qëllim të caktuar për të përmirësuar një situatë të caktuar, ose thjesht për zgjidhje një problem të një komuniteti, një grupi të caktuar të njerëzve, edhe janë mjete të cilat prapë përsëris realisht nuk duhet kthehen. Po këto që nuk duhet kthehen, nga vijnë këto para, pse s'duhet me u kthy, sepse banka i ka për shembull jep finanson idenë tënde biznesit, e ti nëpërmjet kamatave i kthen ato interesa që i ke mujore dhe pastaj në fund të kthen një pjesë të një pjesë për kthen të gjithën bashkë me interesa që ke paguar gjatë muajve. Pse grantet nga vijnë këto para, pse s'duhet kthehen këto para? Në parim grantet janë parat qytetarëve të shteteve të Unionit Evropian nëse fokusohemi te fondet të Unionit Evropian në dispozicion. Ata janë tatime edhe taksa të cilat grumbullohen në buxhetin e Unionit Evropian përmes shteteve anëtare,
dhe të cilat pastaj u jepin shteteve të cilat janë kandidate për Unionin Evropian ose kandidat potencial, të cilat ende nuk e kanë marrë statusin e kandidatit, thjesht për ta përmirësuar gjendjen edhe situatën për ato shtete të cilat kanë aspirata për qenë Union Evropian. Do të thënë ka ndarja atje për ekonomi, për arsim, për ekologi, apo janë menda një kuadri të një thirrje që kanë në parim, Unioni Evropian funksionon me cikle buxhetore. Po. Zakonisht ciklet, nëse nuk gabohen, janë cikle 7 vjeçare buxhetore. Do të thonë merret një vendim për 7 vitet e ardhshme ku fondet shpërndahen për shtetet kandidate ose kandidat potencial. Që nëse nuk gaboj është vetëm Kosova dhe Bosna dhe Hercegovina. Serbia është vetëm se shtet kandidat, Maqedonia e Veriut është shtet kandidat, Shqipëria, Malizi janë vetëm kandidate, edhe kanë filluar procesin e negociatave qysh më herët. Pavarësisht se ka stagnime të gjithë këto shtete, po ndryshon kjo kuptimin në vlera e kësaj granteve që jepet? Ndryshon realisht se shtetet që janë kandidate thjesht janë më afër Unionit Evropian, edhe fondet në dispozicion janë më të mëdha në krahasim me shtetet që janë kandidate potenciale. Ose për brenda IPA fondeve që i përmendim shpesh, ka komponenta të ndryshme. Shtetet që janë kandidate kanë qasje në më shumë komponenta për brenda IPA fondeve, ndërsa të potenciali janë më të limituara. Komponenta janë sektore, komponentet janë sektore, arsim, ekologi, zhvillim ekonomik, transport, bashkëpunim ndërkufitar, edhe zhvillim rural, ndoshta. Gjithmonë ka interesuar si përcaktohet vlera e atij cikli të IPA-s për shtetet, për shembull, sa parë merr Kosova dhe sa parë Maqedonia merr, janë gjithmonë të ndryshme. Tani ka një metodologji për ta përcaktuar këtë apo thjesht është vullneti i shteteve anëtare? Po, jo, parimisht besoj që duhet të ketë një metodologji të cilën e përcakton Komisioni Evropian. Tash ne po flas si shtete, ndoshta nuk kemi shumë qasje edhe nuk e kemi metodologjinë ose paktën unë nuk e kam informacionin për këtë tematik. Mirë po, secili shtet ka një fond të caktuar te i cili ka qasje. Ato fonde jo domosdoshmërisht harxhohen deri në fund. Do thotë po duhet thjesht me projekte konkurruese, projekte të qëndrueshme, projekte inovative, projekte të cilat realisht përmirësojnë gjendjen edhe situatën e vendit, edhe në atë forma tërhiqen fonde. E tash këto fonde janë i dedikohen qytetarëve, institucioneve publike, bizneseve, ku i dedikohen këto? Jo, fondet varësisht prej komponentës prej sektorit realisht që e përmendëm visar, i dedikohen edhe sektorit publik për reformim të administratës publike, administratës shtetërore, qoftë në kapacitetet, qoftë në për reformim të thjesht ligjeve dhe të formës funksionimit të administratës publike që të afrohet sa më tepër Unionit Evropian. Po ka fonde që janë për sektorin civil, për rritjen e transparencës, për rritjen e ti bëj presion sektorit publik, ato mund të kenë kapacitete që mund pastaj ta ndjekin punën e sektorit publik. Po, ajo normalisht zhvillimi i sektorit publik, thjesht rritja të drejtave të njerëzit ka qenë njëra ndër komponentat që e ke parasysh financohet ndoshta më së shumti vendin ton. Pastaj ka edhe fonde edhe sektore të cilat merren me zhvillimin rural, që e përmendëm pak më herët, ose që njihet ndryshe si IPA Rural Development komponenta ose IPA për zhvillimin rural, do thotë zonave. Kjo është IPARD-i i njohur në Maqedoni. Po. Do të thënë ato merren vetëm me pjesën rurale. Me pjesën rurale. Qoftë investime publike, qoftë investime private, tash është shumë e rëndësishme se në këtë situatë mund të aplikojnë edhe bizneset private. Këtë du të bëj thirrje, domethënë që çdo kush që ka një ide e cila do ketë një investim në një vend rural i cili definohet sipas kriterit Maqedonisë për vend rural, të mund të bëj qoftë një objekt gastronomik, qoftë një hotel, qoftë një lloj punëtorie, fabrike, kështu me radhë. Pse janë të zgjedhura vendet rurale me IPARD-in? Po me IPARD-in ideja është që mos ketë disparitet në zhvillim mes fshatit edhe qytetit. Të krijon vende të reja të punës, edhe të krijohet infrastrukturë për të jetuar njerëzit edhe në për zona rurale. Mos ndodhet që transferohemi gjithë në qytete, edhe realisht pastaj çka. Nuk është që e përmirësojmë jetën kur afrohemi gjithë në qytet, po ndërsa në për fshatra ka potenciale për të zhvilluar edhe infrastruktura, edhe biznesi,
edhe gjithçka që Po e edhe përmirëson jetën e këto që qytetarëve. kanë realisht. bëjnë me lëndën e parë, domethënë duke mbjellur atë këto që Sigurisht. thamë që të mundet të furnizohet zinxhiri i Sigurisht. furnizimit të produkteve. Tani për ta treguar çfarë është IPA, domethënë kjo është instrumenti of pre-accession, domethënë instrumenti i para integrimit, para ose antarësimit antarësimit. në Unionin Prandaj Evropian. quhet IPA, ha? Po. E tash e ndaj shpjegoj ideën. Po, ideja është që shtetet cilët janë kandidate për Unionin Evropian kanë para vetit detyra të cilët duhet t'i përmbushin edhe t'i plotësojnë reformat për të qenë pjesë e Unionit Evropian. Po. Tash Unioni Evropian e ka të qartë se ndoshta me kapacitetet tona që i kemi, qoftë njerëzore, qoftë intelektuale, qoftë financiare, nuk është që do arrijmë ne për t'i plotësuar ato kritere. Edhe ideja është që ata kanë vendosur një platformë edhe me detyra konkrete 1, 2, 3, 4 se çfarë duhet bëhet dhe të reformojnë shtetet për të qenë Union Evropian ose për të antarësuar në Union Evropian, po normalisht na kanë ndihmuar edhe me para. Po. Thjesht ata thonë, shif, ne kemi interes ju për të qenë pjesë e Unionit Evropian, edhe ju keni shpreh gatishmërinë për të antarësuar në Union Evropian, mirë po, për të qenë antar thjesht keni detyra. Po. Tash ne do ju ndihmojmë të bëni këto detyra të shtëpisë para se me ardhë në Unionin Evropian. Po. Janë win-win, domethënë, është edhe për shtetet është edhe për shtetet është mirë sepse lëvizin më shpejt drejt Unionit Evropian. Po edhe për BE-n është që nuk presin për shembull një periudhë shumë gjatë për ta pranuar një shtet kandidat. E tani kur jepet fondi nga Bashkimi Evropian për Maqedoninë, a janë të përcaktuara qëllimet vetë nga Bashkimi Evropian apo përcaktohen në bashkëpunim me shtetin am? Qëllimet zakonisht përcaktohen në bashkëpunim me shtetin am. Po bisedojmë për tash nëse kthehemi te komponenta ku un jam te bashkëpunimi ndërkufitar, ne vitin 2020 edhe 21 edhe 22 deri në maj kishim programimin e IPA 3-shit. Realisht ciklit programor IPA 3 2021-2027. Këtu ne kishim takime edhe pak ishte periudhë Covid atëherë takimet u pamundsuan, po thjesht kishim takime online në kuptim të intervistave, kishim pyetësore të cilët i shpërndam me institucionet publike, me sektorin civil, me organizatat e biznesit, edhe me disa ministrim të cilët i tangon edhe i prek realisht bashkëpunimin ndërkufitar. Pastaj në bazë të përgjigjeve të atyre, ne thjesht e bëm një platformë të cilën e dorëzuam në Komisionin Evropian. Pastaj ajo platformë ju përshtat edhe kritereve edhe të orientimeve strategjike të Komisionit Evropian, edhe dul një program dokument, diku 60-70 faqe, i cili është një farë udhërrëfyesi për implementimin e programeve. Ngjajshëm është edhe te komponentat e tjera. Nëse ka të bën me reformimin e administratës publike, unë mbaj mend para disa viteve ka pas një delegacion i cili është takuar me institucionet. Edhe thjesht ka marrë feedback gati se prej gjithë ministrive, prej gjithë institucioneve publike të cilët kanë qenë në interes për Unionin Evropian. Edhe është përgatit një hartë realisht e reformave të cilët duhet të ndërmiren nga shteti am për t'i plotësuar ato kritere. Po. Qartë. Ne e përmendëm pas dhe me thënë që ju i bëni bashkëpunim me shtetin edhe ato na ndihmojnë neve me para fondi. Me fondi harxohet në 2 mënyra sipas meje, ndoshta mund ta kem edhe gabim, por do më përmirësojsh. E para është një asistencë teknike e cila vjen në formën e dijes, njohurive, ekspertizës, eksperiencës të konsulentëve, qoftë lokal, qoftë ndërkombëtar, dhe e dyta vjen nëpërmjet hard investment, investimeve të forta, e cila është në infrastrukturë, në diçka e cila ti e blen për të zgjidhur një problem. E vërtetë. Ashtu është. Ose ka edhe formë të tretë. Kjo është ajo forma bazë realisht e funksionimit të granteve të Unionit Evropian. Asistenca teknike është ajo dija dhe ekspertiza të cilën ata e ofrojnë përmes ekspertëve qoftë lokale ose ndërkombëtar. Thjesht angazhojnë ekspertë cilët bashkëpunojnë me institucionet publike edhe i ndihmojnë ata për të shfrytzuar këto fonde. E tani, tu te ne edhe Maqedonia, si edhe shqiptarët janë të dashuruar pas investimeve të forta, se a është e rëndësishme edhe asistenca teknike ose asistenca profesionale, ose sa është rëndësishme, ose cila është më tepër e rëndësishme, dija për ta bërë diçka apo vetë bërja e asaj gjëje që duhet? Parimisht gjithmonë duhet dija për të nëse nuk e ke dijen e mjaftueshme edhe konkrete për thjesht për një
për një fond të caktuar, normalisht që nuk do ishi suksesshëm në punën cilën e realizon. Ajo çka ne kemi bërë si program, po bisedoj për bashkëpunim ndërkufitar, është takimet që kemi mbajtur me komunat, kemi mbajtur trajnime, kemi biseduar gjithmonë me ta, kemi organizuar infosesione, thjesht për t'ju shpjeguar dhe për t'ju treguar atyre se shife, kjo është fondi në dispozicion. Qoftë fond më i madh ose më i vogël. Këto janë prioritetet cilët duhet të realizohen. Tash këto prioritete janë prioritete cilët janë caktuar në bashkëpunim me vetë komuna. Tha, me komuna, me shtetin nuk e është kështu me radhë. programe se Brukseli, në atë kuptim Unioni Evropian i imponon. Edhe pastaj ju jaleni aktivitetet u në alon lirin të institucioneve që mund t'i ndjekin ato qëllime ose prioritetet që ato. Ideja është shohin cilat janë nevojat konkrete. Nevojat konkrete. E tani ku ngecën koncepti, se shpesh ndigjojmë në për lajme apo në për vetë këto mjetet informimi që Maqedonia shumë pak shfrytëzon fondet ose ku shfrytëzon ka keq përdorime. Çfarë është pse është kjo lloj diskrepance ndërmjet parave që ekzistojnë dhe thithjes ose levrimit të këtyre parave? Thithja e parave varet realisht shumë prej kualitetit të aplikimeve. Tash çfarë biseduam pak më herët, kapacitetet profesionale duhet jenë në nivel shumë të lartë për tërheqje dhe investime më serioze. Nëse bisedojmë për investime në infrastrukturë, nuk e di unë transport, çështja e hekurudhave ose investime të ngjashme, sigurisht nuk është e njëjtë me ekspertizën që duhet për një projekt që është në sferën e edukimit të rive për qasjen tregun e punës, nëse analizojmë. E problemi kryesor është këtu realisht që e shohim edhe te projektet e mëdha, po edhe te projektet e vogla. Problemi kryesor është se ne t'i shpallim thirrjet, po numri i aplikimeve është i madh, mirë po kualiteti i aplikimeve është jashtëzakonisht i dobët. Ose janë projekte copy-paste, ka kaluar me një komunë caktuar, vjen një konsulent thotë kam kaluar një projekt, po hajt ta provojmë edhe te komuna jote, po në esencë çfarë ndodh është se një projekt i caktuar mund të jetë i përshtatshëm për një komunë caktuar. Po jo domosdoshmërisht i plotson nevojat e një komune tjetër ose zgjidh një problem të një komuniteti të caktuar në një komunë. Brenda dy fshatrave hipotetikisht mund të ketë nevoja të ndryshme, kupton. Njëra mund të ketë nevojë për, një shtrat lumi për mbrojtje prej vërshimeve se rastet e fundit Maqedoni me vërshimet. Tjetra mund të ketë nevojë, nuk e di, sisteme ujit ose mund thjesht ka një vend, një zonë industriale ose një park. Trajtimi uleve të zeza. Mund të ketë diçka të tillë. Në qoftë se analizon nga këtë eksperjenca jote, sa vite ke te kjo zyrë, domethënë, cilat janë probleme më të mëdha që i hasin komunat shqiptare apo edhe vetë bizneset shqiptare, nëse mund t'i ndajsh. Komuna flasim prej Kumanove, Likove deri në Struka, çfarë janë ato, të cilat ato nuk mund të japin zgjidhje, nuk mund të gjejnë zgjidhje. Parimisht problemet janë të ngjashme edhe për bizneset, po edhe për komuna. Komuna tash ka një problem tjetër se pak keq kuptime tash më shpejt, po. Ne folim këtu. Do folim haptas janë bisedat që i kemi përmendur edhe gjatë trajnimeve që kemi realizuar, po edhe gjatë infosesioneve. Kapacitetet për ta përgatitur edhe për ta shkruajtur realisht një projekt janë shumë të dobta. Ne ballafaqohemi me probleme të tipit pse duhet ta bëjmë në gjuhën angleze një projekt që parimisht nuk është gjuha bazë e Unionit Evropian. Tash marrëveshjet kur nënshkruhen mes shteteve, ato marrëveshjet kur nis mes Maqedonisë në këtë rast edhe Unionit Evropian, njëra prej kërkesave të Unionit Evropian është që çdo gjë dhe çdo dokument të bëhet në gjuhën angleze. Po sepse taksapaguesi është evropian. Janë ata, edhe normalisht nesër auditimi edhe kontrolli i kualitetit edhe i cilësisë shpenzimit të atyre fondeve duhet kontrollohet edhe të aprovohet, kupton. Një është këto. E dyta që jemi ballafaqur me institucionet publike, po folim, është më tepër në drejtim të mungesës së strategjive zhvillimore. Ta asaj komune. Sigurisht, mungojnë plane, ose janë plane që janë bërë pro forma nga ndonjë donator, edhe një konsulent i caktuar vjen e përgat një plan, nuk është gjithë përfshirës. Ose ka komuna, posaçërisht ato që janë rurale, ballafaqohen me mungesë dokumenteve elementare. Nuk ka plan veprimi për ambient qetësor. Nuk ka elaborate për ndikim në ambient qetësor. Nuk di kemi komuna që nuk kanë plan për menaxhimin me mbeturina.
Po. Edhe këto pastaj i bëjnë marr risk për të marrë realisht nëse nuk tregon në projekt që shif e kem një problem të caktuar, po kemi punu diçka për të arritë zgjidhja. Po na duhen për shembull kujtun një fond i caktuar për të realizuar një intervenim të caktuar, qoftë për ndërtuar një qendër për selektim beturinave ose për riciklim ose për diçka të tillë. Këtu çalojmë realisht. A bizneset në qoftë që realizojnë të sektori publik, ka shumë probleme të cilat kanë të bëjnë me funksionimin e komunës. Po bizneset atje ka kapital privat, ndoshta vendimarrja është më e shpejtë. Vendimarrja është më e shpejtë, po prap element kryesor që e dëmton ndoshta bizneset është edhe dokumentacioni. Në dokumentacioni teknik po bisedojmë që është i jashtëzakonisht të rëndësishëm. Shifën, Maqedonia ka një problem shumë serioz. Kemi fonde për IPART, që është komponenta për zhvillim bujqësor, për zhvillim rural, aty ka fonde për biznese. Kemi parasysh, do thotë deri në 1 milion euro investim, ata japin fonde të paktyshme 60%. Që po bisedojmë për 600.000 euro. 600.000 euro e IPART-i, 400.000 vetë investimi i vetë pronari. Qoftë financim përmes kredis ose mjetet kursyera nuk është e rëndësishme. Do t'i shtish parat bashkë. Ti thjesht do t'i kesh ato parat të tregojsh që kam kapacitete për kofinancim. Mirë po çfarë ndodh këtu? Në momentin që ka kompani të cilët kanë interes, duhet toka të jetë tokë ndërtimore. Tash komunat rurale kanë problem me planet e planet urbanistike. Në shumë raste për shembull vinë njerëz dhe konsultohen, shif kam kapacitete për të bërë një investim pak më serioz, ose kam një fabrikë, një hall prodhimi, duhet ta bëj të dytën, se kam potencial për rritje, kam treg, kam kapacitet financiar për të investuar. Kur e merr dokumentacionin e kontrollon, e sheh që është tokë bujqësore. Nuk është tokë ndërtimore. Procesi për transformimit tokë bujqësore në tokë ndërtimore, në rastin më të mirë merr 1 vit deri në 1 vjet e gjysmë, edhe atë me procedura shumë të përshpejtuara. Ku shkojnë këto në Ministrinë e Transportit apo? Po, varësisht prej komunës, tash disa shkojnë në komunë, pastaj komuna në Ministrinë e Transportit, nëse nuk gabohem, po duhet marrin aprovime prej Ministrisë së Ambientit Jetësor për këtë pjesën e ndikimit të ambientit jetësor. Nëse është në Shkup, duhet kalojnë në qytet të Shkupit që është makthën vetë realisht ky proces. Edhe normalisht kjo është elementi i cila i dëmton edhe bizneset. Edhe e dyta, cikli i planifikimit atje është mujor, nuk është 1 vjet e gjysmë. Nëse ti ke planifikuar të kesh një hotel për 6 muaj të 1 vjet e gjysmë me vetëm transformimi që është goxha problematik. Realisht, nëse duan ata të bëjnë një investim më të shpejt, ndërsa nëse fillon duhet ta bëjë tash ka raste që e vënë edhe xhez. Jo, mos ti e parë, pastaj i parë, ti mund ta bësh xhez. Te i parë për të gjithçka duhet të jetë legale, gjithçka duhet të jetë me leje. Investimet vetanak, investimet vetanak ata mund. Po ne flasim për qenë eligible për të kualifikohesh për realisht eligible edhe të kualifikohesh për investime të Unionit Evropian, dokumentacioni duhet të jetë 100% në rregull. Po jo vetëm dokumentacioni gjatë aplikimit, po edhe forma se si shpenzohen ato para, po duhet të jetë dokumentuar, po duhet respektohen edhe rregullat e Unionit Evropian. Se kjo është ai konfuziteti që ballafatjohemi shpesh edhe me përfituesit. Kush ka bërat më të probleme? Kanë institucionet apo kanë bizneset? Në parim, unë mendoj që më shumë probleme kanë institucionet, se te bizneset, shifë, niveli i përgjegjësisë është te biznesi është individual. Edhe unë shpesh kur takohem me biznese i them, shifë, ti ke biznes privat. Ti duhet ta respektojsh rregullën për shkak se ti pastaj do penalizohesh edhe ti duhet t'i kthesh ato mjete. Nëse ke bën një hall prodhimi, pse mos i shfrytëzosh ato fonde? Është gjunaf si thuhet, mos shfrytëzohen përderisa janë në dispozicion. Dikush vjen edhe thotë urdhno fondet, tash ti i merr dhe pastaj i keq investon me një farë forme. Po. Kualitetin nuk e ke se e ke shkruajtur në letër, mundohet të kursesh me një limit caktuar, po janë elemente të cilët ndoshta ta folim me diçka, domethënë, mu gjithmonë ka bë përshtypje niveli i ulët i absorbimit të këtyre parave. Domethënë, nëse je institucion, për shembull ke qenë parti në pushtet, ndoshta ke pas atë linjën e informimit sepse ke qenë qeveri dhe është ditë se çfarë është fola atje dhe pastaj ajo nga niveli i ministrit është bërë informimi i komunës, se komuna pastaj është angazhuar për të bërë një projekt. Cilësia pastaj ka ngjenë është e cungume sepse e tham që nuk ka cilësi të madhe atje ku shumica e tyre s'kan. Po pse
domethënë pse komunat tjera që nuk i kanë këto, pse ku është mungesa e nivelit kaq të ulët të absorbimit të këtyre parave? Pse nuk ne themi ka se di sa miliona euro dhe në fund vit 600 kthehen. milionë euro kanë qenë i pa dy. Në fund kthehen parat, nuk shfrytëzohen për investime. Pse të sungon? Ne jemi shtet i vogël. Sot duhet vetëm një lajmërim i vogël dhe me njëherë informohet. Ku është pengesa? Pengesa tonë paktën i shoh dy lloje. Atë që përmenda për çështjen e institucionit, dokumentacionit për që është baza realisht për çdo projekt. Ama Po e dyta është edhe ajo, a di si. Do të ndaloj pak këtu. Po. Sa ajo është përveç kur ne e dim që ka thirrje, i kemi aplikuar. Po mendoj gjithsesi, që ka edhe paraprakisht nëse përgatitesh me dokumentacion, thjesht tash çdo institucion publik realisht duhet ta ketë planin zhvillimor të vetin. Atë planin strategjik nuk e di tash. Komunat mund të kenë plan për zhvillim të ambientit jetësor, atë local economic action plan, planet për zhvillim ekonomik, planet për zhvillim ose mbrojtje të ambientit jetësor. Tash ti kur e bën një plan për zhvillim të ambientit jetësor, ti e sheh edhe i parasheh nevojat që i ke, i parasheh problemet të cilët i ke. Po i parasheh edhe masa të cilët duhet merren për të i kaluar ato probleme apo jo. Edhe në këtë situatë, një thirrje e caktuar për ambient jetësor e hap planin për ambient jetësor mirë. Problemi 1 2 3, problemi 3 për shtatet realisht kësaj thirrje. Po problemi është se nuk kanë informacion, nuk interesohen në momente të caktuara. Edhe komunat, tash jemi sinqert, kupton, mos ta bëjmë gjithmonë në atë kuptimin që procedura është pak më e vështirë. Procedura mund të jetë e vështirë, po me një staf i cili mundohet edhe ka vullnet edhe dëshirë për të arritur një sukses të caktuar në komunë, atëherë normalisht janë momente që do i kalojnë. E dyta mund thjesht të kërkojnë ekspertizë prej jashtë. Delegacionet e Unionit Evropian janë në dispozicion në krejt shtetet e Ballkanit Perëndimor për informacione. Ne shpesh kemi thënë kur kanë ardhur në zyret e ne disa kryetarë komunash konsultohen edhe sheh që nevojat e tyre nuk përshtaten me programin ton. Po ne gjithmonë themi, thirr në telefon ose dërgoni email në delegacion. Delegacioni me patjetër të kthem përgjigje. Delegacioni do të thirrë në takim, do të orienton te cila zyrë të orientohesh, do të sqaron, do ta jep burimin e informacionit, pastaj ngelet prej teje si institucion publik. A ka ndryshime ndërmjet pjesës perëndimore dhe asaj lindore në kuptimin e nevojave, kapaciteteve të aplikimit, dijes? Tani kjo nuk është shumë e mëshme për të bërë dallimi, po thjesht për ta pa diferencën e nivelit të ngritjes të kapaciteteve. Parimisht kapacitetet janë shumë ngjashme. Janë shumë ngjashme me përjashtime të vogla. Ka komuna të cilët kanë pas kryetar komunash në të kaluara, nëse nuk e di tash mund të kanë përfunduar mandatet dhe mund mos janë më kryetar, po të cilët e kanë kuptuar shansin cilën e ka dhënë Unioni Evropian, edhe kanë investuar në njerëz, kanë përgatitur kuadër nëpër komuna, të cilët kuadri pastaj aplikon me projekte. Edhe aty për shembull janë komuna disa që ndoshta nuk e di, nuk e di ja ka duhet i përmendja ajo, po. Mundet bëjë pa që sigurisht është komuna e Krivapallakës, cila për shembull është një paktën për është model zhvillimor. Po edhe në aspektin jo projekteve është model zhvillimor. Tash nuk duhet hyn atë pjesën tjetër. Krivapallanka, Kavadarci janë sukses, historia sukses. Nuk kam informacion, po për shembull Krivapallanka ka projekte me Bullgari. Ka projekte për bashkëpunim ndërkufitar po flas, ka projekte me Kosovën. Tash që ke parasysh si ka mundësi që Krivapallanka kualifikohet në Kosovë? Po është pjesë e rajonit Vere Perëndimor, që është pjesë e programit. Edhe kjo ka qenë ajo pyetje shumë e lartë kupton Krivapallanka, nuk është në kufi me Kosovën, mirë po përderisa është pjesë e një rajoni statistikor ose një rajoni zhvillimor, planor realisht në Maqedoni, tash kur është marrë vendime, është marrë në rajoni Vere Perëndimor me gjitha komunat të cilët i ka. Tash llogaritë edhe Kratova që ndoshta nuk ka pikë të përbashkët me Kosovën, po është pjesë Çfarë i dallon Krivapallanka edhe për shembull një vend me këto vende të tjera për shembull? Me disa komuna rurale tash Maqedonisë Perëndimore, çfarë i dallon? I dallon se stafin cilën e kanë të zyra për zhvillim ekonomik lokal e kanë një staf shumë të mirë të trajnuar. Ku i trajnojnë këto njerëz? Ku trajnohen këto? Njerëzit trajnohen edhe në për trajnimet cilët i ofrojnë vetë programet kur ka thirrje, ose thjesht kryetarët e komunave në moment që shohin që ka thirrje për institucioneve të tjera ose kompanive konsulence për trajnime për projekte të Unionit Evropian,
Thjesht u paguan atë pjesëmarrjen edhe i dërgon stafin për training. Qartë. Tek pjesa e kapaciteteve të kompanive të konsulencës, trajnimi, si është atje gjendja? Për shembull, se tham që menda kuadrit të institucioneve çalon, nuk ka, ndoshta edhe fokusi nuk është atje, është politike, kanë dëshirë të bëjnë një investim infrastrukturor që ndoshta lidhet me urbanizmin, po kjo pjesa e dijeve, e shkallësive. Pjesa e dijeve jashtë po bisedojmë për ekspertizën e jashtëm. Po, a është niveli i dur, jo. Ka edhe nivel të duhur, po ka edhe shumë që unë quaj spekulant realisht. Po. Pse janë ato spekulant? Kuptimi që është shfrytëzojnë. Kuptim që shfrytëzojnë momentin që komunat nuk e kanë informacionin. Ose nuk edhe e kanë. Këto dalin si shpëtimtarë të komunave. Edhe shkon dalin tamam si tip shpëtimtarësh. Po e rëndësishme është shumë interesant për të përmendur bisar se një konsulent nëse në moment të caktuar e ka thjesht e ka përgatitur një projekt. Edhe në një moment të caktuar në kohë, ai projekt i ka kalu. Tash ata i shëtisin atë projekt në për shumë institucione të tjera. Kjo unë shpesh them halal ju qoftë ajo forca e shitjes të ideve cilën e kanë. Po nuk kontaktojmë me ty për shembull komuna thonë që dëgjoj un kam këtë konsulent, vjen mashet idenë, ti thosh larg. Jo, shifë. Ne si sekretariat do thotë nuk kemi të drejtë të orientojmë në kuptim shifë këtë konsulent ose atë konsulent. Te ne mund vish të konsultosh për ide, edhe ne të tregojmë programi për bashkëpunim ndërkufitor Maqedoni Kosovë, i ka këto prioritete, edhe dia jote a mund për shtatet. Du të them për ato komuna të cilat nuk e din konsulenti. Për shembull Visari ka shkuar një ka bërë një projekt për një komunë, pastaj shkuar edhe jashtë. Jo, po prap ne si sekretariat nuk guxojmë tym të ajo është pjesë e hulumtimit vetë komunës, a? Komunat vetë duhet ta dinë, ta hulumtojnë, ta shohin atë eksperiencën e atij personi. Se shumë letë që unë e kam implementuar një projekt para 10 viteve, po para 10 viteve edhe tash ka ndryshuar pothuajse 80% e metodologjisë edhe formës funksionimit. Folëm për sfidat, tani të folëm për diçka për suksesin. Ka disa për shembull një projekt qoftë nga sektori privat, biznesi, qoftë nga institucionet me të cilat ti mburresh ose shef si histori e suksesit që mund të replikohet pastaj në vende të tjera. Apo edhe për vetë komune mund kështë qenë diçka interesante. Shqifa, te programi jonë po bisedoj, janë investu diku 18 projekte. Vlera mesatare sa mund tjetë atyre projekte? Vlera mesatare, një projekte tash nuk e di, po janë dikun mbi 9 milion euro investime. Duke llogaritë edhe bashkëfinancimin e komunave. Duke qenë se ne financojmë maksimum Jo, projektet janë, ka projekte që kanë qenë me 200-300.000 euro, po kemi projekte që janë edhe me 1 milion euro, po një mesatare po bisedojmë diku 500-600.000 euro për projekt. Tash projekte cilët janë shumë interesante, prapë po i them projektet më tepër të komunave rurale, realisht se komunave më të vogla, duke i përjashtuar këto komunat e mëdha, ndoshta mund ta përmendi një pastaj si shembull. Komuna Haraçinës ka një projekt në bashkëpunim me komunën e Rahovecit. Mbaj mend kryetari i komunës ka ardhur disa herë në zyret e on. Edhe jemi konsultuar në kuptim të asaj që don të aplikon, po thjesht tregon me çka të aplikoj, kupton. Edhe ideja ka qenë dhe do të më kam kryetar, ju duhet ta vlerësoni cilët janë nevojat tuaja reale. Cili është ai problemi me cilin ti ballafaqosh. Edhe ka qenë një vërshimet, edhe dyta mbeturina. E keni parasysh rrugën e vjetër Shkup Kumanov, ato deponitë e egrat që janë realisht ai makthi qytetarëve aty për rreth. E kanë bëu në rrugë. Po, edhe unë i tash kryetar, propozimi jam është shko me mbeturinat, edhe gjej një person ose për brenda komunës përgatit në një projekt mirë. Çfarë do të bëni? Tashun nuk e di se nuk du të hy deri këtu mu ma lejon pozita. Nevoja është kjo. Mirë, po nevoja baze jotja është kjo. Edhe ato ditë kur u takuam u dogjën ato mbeturina, ishte në përlajme, nuk e di kujtohet, se ishte para 2-3 viteve kjo muhabet. Edhe veç ishte një javë lajme duke u djeg deponia, ajri ndotur, Shkupi u mbush me ty me terë, kupton? Po, ashtu është. Edhe kryetari ermi kish pas ardhur realisht atëherë me një propozim për të bërë një tender për selektimin e mbeturinave, që është projekti në investim e sipër, kanë filluar vetëm investimet në atë impiantin i cili do ndërtohet, do investohen në pajisje, të cilët mbeturinat e grumbulluara në komunë të Haraçinës do
do grumbullohen te pika grumbulluese, pastaj nëpër atë impiant, nëpër makinat realisht cilët do blehen prapë me financim të projektit, të programit, thjesht do selektohen mbeturinat, edhe normalisht ndërmarrja publike pastaj mund t'i shes realisht edhe do bëhet e qëndrueshme si ndërmarrje publike, nuk do varet më prej alokimeve të komunës ose prej mjeteve që lëshon buxheti qendror, po thjesht e grumbullon letrën, ke një kompani e cila do ta blen. E grumbullon xhamin, ke një kompani e cila e blen, edhe krijon të ardhura, po edhe pastron vendin prej mbeturinave. Si ka mundësi bëra që këtë komuna shqiptare kanë probleme me sende elementare, para është kanalizimi, pastaj uji i pishëm, pastaj mbeturinat, pastaj qente ndërcak. Si s'ka mundësi që ato gjithë këto projekte, gjithë këto kapacitete Disa besom që prej takimeve nuk janë vetëm komunat shqiptare. Edhe janë të tjerat. Si ka mundësi që shekulli 21 akoma merremi me sendet elementare. Uji i pishëm do të kishte zgjidhur shekullin e kaluar. Kanalizimi është zgjidhur para se di 100 viteve bota e ka. Nuk e di, kjo është pyetje që ne kemi bërë shpesh realisht nëpër. A keni kështu projekte ju më tepër elementare, sepse ne pa mos i bë këto hard investimet. Ne kemi njëra prej strategjive që ne vendosëm që nga viti 2019 nëse s'gaboj, ishte për çdo projekt kërkonim investime kapitale deri në 60-70% të projektit. Që është shumë mirë, sepse tash po bisedojmë për një projekt prej 700-800 mijë eurove, do të thotë dikun 400-500 mijë euro duhet të investohen investime kapitale. Infrastrukturore. Tash në këtë situatë çfarë bëm? Komuna Gjerçepetrovit për shembull ndërtoi një stacion për filtrimin e ujrave të zeza. Për fshatin normal nëse nuk mund të ndërtohet me 400.000 euro. Po janë ato impiante më të vogla, cilët i plotësojnë nevojat e një fshati ose një lagje të caktuar, po komuna e Gjerçepetrovit realisht nëse nuk gaboj fshati Orman kishte 400-500 shtëpi. Edhe ato. Po ata e kanë vetëm se kanë bë atë rjetin bazë në fshat brenda me fondet e veta. Pastaj prej të programi kanë kërkuar që bëhet stacioni filtrimi të ujrave të zeza, që ato ujra që do nxjerren prej fshatrit, do pastrohen, filtrohen dhe pastaj të derdhen në lum, realisht si uji i pastër i thjesht mos ta ndote ambientin. Dhe një histori të inspirative për shembull, e cila mund të jetë edhe shtytës edhe për të tjerë që të aplikojnë. Ja, unë shpesh ju them, komunat rurale kur aplikojnë dhe janë suksesshme për mua janë historia e suksesit. Shife një komunë që është në qytet ka qasje të ekspertiza shumë më e lehtë. Ndoshta në mesin e qytetarëve ka njerëz që mund të jenë më profesionistë, po zakonisht atë që përmendëm pak më herët, pse investohet në zona rurale, që njerëzit mos shpërngulen prej fshatrave në qytete. Edhe ajo kapacitetet intelektuale të rinë edhe në fshatra, po edhe thjesht ta shohin veten aty edhe të kontribuojnë zonat lokale. Pra po them, Haraçina është një shembull jashtëzakonisht i mirë në këtë situatë që do zgjedh një problem shumë serioz. Unë mbaj me komuna e Likovës me programet me Serbinë se nuk gaboj, ka një projekt të ngjajshëm. Thjesht nuk e di, komuna e Gostivarit tash kanë një projekt i cili do merret me rregullimin e parkut, shtratit lumit, do ndërtohet një urë në Vardar për Këmsor, për persona me hapësi të kufizuara, ta lehtësojnë mobilitetin, kupton. Edhe projekte tjera, tash komuna e Tetovës, që projektin që unë e kam më për zemër ndoshta prej 18 është, nuk e di të kujtohet çashia e vjetër atë. Ishte me ato me kaldërmat. Me atë kaldërmën me bekatona si janë ata me beton. Ishte gjitha me gropa, gjitha me ujë. Ishte zona më e mirë e qytetit në një formë, me infrastrukturë më dobëtmundshme. Tash ato aplikun, thjesht është revalorizu komplet investimi. Prej neve ata morën një grant, edhe e renovuan komplet çarshinë e vjetër në lagjen e rrugën e butikeve të famshme. Po që reklamon shpesh edhe kryetari shpesh e reklamon. Mirë po, sinqerisht është një histori e suksesi. Po. Tash e kemi renovu komplet atë rrugë, janë vendu bekatonka, është kthy pamja e vjetër realisht
e rrugës Sa ka Botik qenë Qashit. këtë vlera e investimit atje? Vlera e investimit mund të ketë kalu diku 400.000 euro. 400.000 euro, ka pas kofinancim? Ka pas kofinancime edhe prej komunës, tashmë ka për fjalë po mbi 50.000 euro sigurisht. Po. Këtë që ta di unë, për shembull, vetë BE-ja, çfarë metodologjie ka për ta matë impaktin? Thjesht ju çardoni pëlqeni thoni kam për zemër këtë, kam për zemër të, apo ka diçka që e matën impaktin? Ne realisht e ke parasysh do impact pjesën profesionale të shkrimit të projekteve. Njëra prej elementeve më të rëndësishëm që vlerësohet gjatë të vlerësimit të një aplikimi është edhe ajo log frame matrica, matrica indikatorëve. Tash programi ka indikatorë të caktuar cilët duhet të plotësohen. Nëse një aplikim nuk i përmbush këto indikator, normalisht do vlerësohet me pika më dobta dhe pastaj se çdo kthirje për aplikim është garë. Tash mund kalojnë 10 projekte, po mund të ketë 50 aplikime. Edhe faza e parë koncept nota, ftohen 2 fishi i fondeve potenciale. Nëse potencialisht kemi fonde për 10 projekte, ftohen 20, vlerësimi realizohet, nuk jemi pjesë e vlerësimit as ne, realizohet prej delegacioneve vet, edhe pastaj thjesht është gardë mes projekteve. Edhe normalisht vlerësohen edhe indikatorët. Ajo që është rëndësishme visar të përmendë është se programet në Ballkanin Perëndimor kanë databaza të veçanta ku raportojnë çdo 3 muaj për indikatorët, jo për aktivitetet, jo për aspektin financiar, po thjesht raporton për indikator. Nëse po karikoj, kemi pas një trajnim të caktuar dhe kemi thonë në trajnim kanë me marrë pjesë 50 veta, të certifikohen gjitha ato do vlerësohen, për aty në 50-ve, shembull 35 do janë gra, 15 do janë minoritete, ose 10 do janë persona të papunësuar, cilët më vonë do punësohen. Thjesht këto janë elemente cilët indikatorë cilët vlerësohen. Edhe maten. Ne suksesin e një projekti më parimisht e masin përmes indikatorëve. Indikatorët sa për informim janë cilësor dhe kuantitativ. Edhe numra, cilësor për shembull mund të jetë një informacion që s'ka të bëjë me numrat, për shembull cilësia e prezantimit e mirë, e keq, ose numri është 30% nga 4 punësuar. Edhe cilësor është edhe ke parasysh e ke marrë një person ose një projekte që kemi pas me zanatet, disa herë kemi trajnuar për digital marketing. Po, dhe ke ndru një kompetencë. Ideja është ajo indikatori cilësor, realisht që e bën një pyetësor para se me hyrë në trajnim, e bën një pyetësor para se pasi të përfundon trajnimi edhe shef. Ka pas prej atyre cilët ndoshta nuk kanë ditë një aftësi të caktuara me filigran ose digital marketing ose diçka të ngjashme. Thjesht tash shef e ka hap një rrjet social në emën të kompanisë. Ka filluar shitje online përmes rrjetit social. Ose thjesht është bashkuar në një platformë që funksionon në nivel të Unionit Evropian ose global për të shit produktet e veta. Shumë bukur po. Që ta di të semi edhe nga fundi, ta di a ka patur raste kur kryetari i komunës apo vetë pushteti lokal ka patur mendim për ndonjë projekt që duhet, ndërsa grupet e interesit të tjera, grupet e interesit të financit duash, me biznese, me tri, me këto, kanë qenë në kundërshtim me njëra tjetrën. Ka kështu lloj tash nuk du me emra, po... Po, jo, parimisht, paktën unë sa për informacionin që e kam, nuk kam pas diçka të tillë. Këto ai këshillojnë grupet e interesit për pas se mund të aplikojnë për projekte? Zakonisht, për projekte cilët lidhen në për zona urbane, po. Po, se vjen në një moment të caktuar, kemi pas projekte të cilat kanë qenë për zona urbane. Thjesht kemi renovuar një treg realisht, kupton, sistemi u ndru komplet kulmi që ishte kancerogen me azbest, kupton. U ndru sistemi i ndriçimit edhe ujit për brenda tregut. Tash ti e kemi patjetër me konsultuar tregtarin që shet mallin aty se do të thoshë 2 javë nuk punon ti, kupton se do hapet kulmi thjesht për çështje sigurie duhet të largohesh. Ta mbyllish dyqanin. Po, ose kur ka pas raste kur janë investuar këto rrugët nëpër ku ka pas edhe dyqane sen dele qytetari thotë mos më investo se e kam sezonën e shitjes tash, po leje të kalon verat prej shtatorit tutje, kupton? Ai shtator fillon shihet edhe s'mund të bësh. Edhe kjo ka qenë problemi i vet, gjithmonë kemi vizitojë, do filloni investimet
në shkurt mars, prill, maj. Pastaj sezonën e verës e ke parasysh Po, bizneset varen biznese. prej remitencave, prej Janë gurbetçare, sezonale, po janë sezonale. Janë shumë. sezonale shumë biznese, qoftë ndërtimtaria, qoftë Po zanate, janë bëhe edhe këto qeja edhe sezonale. gastronomia, Sepse funksionon kur ka grupe kur ka gurbetçar. Tash Kjo edhe është presim një- me i gurbetçarat 15 gushtin, pas me Po. 15 gushtit pastaj të fillojnë investimet realisht. Keq shumë. Ka kështu raste, normalisht tash janë të i kaluata. Ndonjëherë pak me insistimin ton, ndonjëherë me takime shtesë, me Jo se pastaj humbet edhe zgjedhjet nëse nuk i ndëgjon. Tash realisht kërkoj për teje, ku ndodhet Maqedonia në nivel të absorbimit, kapaciteteve, krahasim me Kosovën apo me Shqipërinë, nëse ke informacione nga kolegët e tu, ku ndodhemi ne, më poshtë, më lart, atje? Unë besoj që janë cikle, lëvizje ciklike realisht. Mbarësisht ndonjëherë edhe prej orientimit të institucioneve publike, qeverisë edhe vetë ministrive, mbaret edhe forma e tërheqjes fondeve. Ka periudha kur ka tërheqje të fondeve ose thithje të fondeve më të madhe, ka periudha kur ka edhe më të vogla. Niveli është aty mes Maqedonisë, Shqipërisë dhe Kosovës me përjashtim të asaj që disa fonde shembull mund të ketë thithje më tepër në një shtet caktuar. Kosova si shtet potencial, kandidat potencial ende nuk i ka disa komponenta aktive ose të akredituar realisht. Shembull i parë që te ne është komponent shumë e madhe, në Kosovë nuk është e hapur. Shqipëria e kishte të hapur, por nëse nuk gaboj ka pas një suspendim të përkohshëm në këtë ciklin e ri shkaku i disa keqpërdorimeve dhe disa jo implementime të mirë të aty në fondeve. Kështu që parimisht janë aty shtetet, nuk është që ka ndonjë diferencë të madhe. Në për takime rajonale, forume rajonale, kur marrim pjesë me shtetet e Ballkanit Perëndimor, shohim se problemet janë shumë të ngjashme. Jo, problemet e dia që janë të ngjashme, niveli i kapaciteteve të institucioneve dhe konsulentëve. Nuk është që ka ndonjë diferencë shumë. Nuk ka atje për shembull cilësi shumë të lartë, këtu cilësia dobët ose jo, nëse krahasojmë me shtetet që janë anëtarë në Unionin Evropian. Atje bisedojmë. Edhe programet janë të ndryshme. Programet janë të ndryshme, janë fondet kohezive, ka grante shumë më të mëdha. Do përfitoj shumë Maqedonia nëse hyjë në nivelin e volumit parave, në nivelin e kësaj. Si do përfitoj? Ke ndonjë informacion? Besoj që po. Shqipe pisar fondet ne kemi një fond, kishim në fakt një fond në IPA 2 rreth 600 milion euro për IPA 2 për komplet gjitha komponenta. Prej asaj, në analizat e fundit që i lexova para disa kohë, ne mund të shkojmë maksimum 35 deri në 40% thithje të fondeve. Po unë mbaj mend në vitin 2018 ishim në vizitë studimore në Sloveni, edhe kishim prezantime prej programeve të bashkëpunimit ndërkufitar, cilë Slovenia i ka me shtetet anëtare. Me Kroacinë, me Austrinë, me shtetet me cilët kufizohen. Po veç asaj janë pjesë edhe këto unionet, programet transnacionale, Euromedi dhe Adrioni edhe ka pas një Ballkan Med. Po Ballkan Medi tash është transferuar në Euromed, realisht është zgjeruar ajo zona investimeve. Mediterania ka pas. Ballkan Medi, po, Ballkan Medi Tiranë tash është bë Euro-Mediteran program. Po e ke parasysh një projekt atje mund shkojë me miliona euro. Po miliona euro. Ne habiteshim kur ishim projektet për bashkëpunim ndërkufitar, vlera 3.2 milion euro. Ose 4 milion euro, ose 5 milion euro. Po. Edhe njëra prej komenteve që është shumë interesante është i thotë kemi fonde në dispozicion, aq shumë është investuar në programet e Slovenisë prej vitit 92-3 kur ka filluar IPA te ata e pastaj fondet për zhvillim fondet e kohezionit, saqë thonë vimi në situata të caktuar shpallin thirrje nuk ka projekte për të aplikuar. Për shkak se ata periudhat paraprakisht i kanë shfrytzuar në maksimum. Në Unionin Evropian dhe shtetet ish Jugosllavisë cilët janë anëtare, ata kanë kapacitete më të mëdha se ne. Kanë thithje të fondeve më të mëdha se ne, janë thjesht pjesë e Unionit Evropian. Po tash nuk kam informacione të sakta me përqindje, po besoj aty jemi gjithë shtetet. Çfarë mesazhi ke për futi, për institucionet, për publikun, për biznese? Çfarë duhet të bëjnë ato që të arrisin pak
kapaciteti. Çfarë do të bëjmë, kam realisht 2-3 rekomandime. E para është që mos mendojnë që fondet e Unionit Evropian janë ashtu, unë i them fantashkencë realisht që nuk janë të qasshme. Ato fondet me një përpjekje pak më të madhe realisht mund tërhiqen. E para është komunat, po edhe bizneset, mos të frikojnë të kërkojnë informacion. Nga kush? Nga gjithkush. Nga çdo lloj burimi i mundshëm që mund të tërhiqet. Konsulenti bëj Qoftë delegacionet, qoftë zyrat e mundshme, e sheh që ka një zyrë për bashkëpunim ndërkufitar. Eja ti zyra. Nëse nuk e ke atë informacionin, ku është zyra? Ku ndodhet zyra? tash për bashkëpunim ndërkufitar ka zyra të ndryshme. Programi me Kosovën, ku unë jam pjesë e asaj zyre, zyrën e kemi këtu në Shkup. Programi me Serbinë zyrën e ka në Kumanov. Programi me Shqipërinë zyrën e ka në Struk. Afër kufive. Thjesht janë nëpër zona kufitare, edhe ideja ka qenë mos të grumbullojnë gjitha në Shkup, po të shpërndahen, ka qenë edhe kërkesa e Unionit Evropian që informacioni mos të fokusohet në kryeqytet. Por realisht të shpërndahen nëpër zonat jashtë kryeqytetit. Kjo është për komunat, po për bizneset. Edhe për bizneset. Partin. Për ripartin e kanë agencionin për ripart, se tash mos ka pagesë elektronike. Po, si ishte ajo? Ku është në Shkup është? Ajo është në Shkup, e keni Ministrinë e Bujqësisë. Ata kanë sektor të veçantë për ripart. Do i merresh informacionet e përditshme, prej aty orientohesh te këta. Ministria e Ekonomisë njështu mund të orientojë, kupton? Thjesht mos hezitoni të kontaktoni njerëzit. Kjo e para. E dyta, që duhet ta besojmë fal visa se do të zgjas pak tok Zgjatë te kjo pika. Shifa. Unë gjithmonë ju rekomandoj komunave, po njëta mund le edhe për bizneset. Përgatitni plane. Nëse e biznes, edhe je në fushën e prodhimit, përgatit plane, e di se si ti do investosh realisht. Po përgatitë një projekt bazë, përgatitë një biznes plan, përgatitë një specifikacion të asaj se çka duhet për një investim të caktuar. Edhe me qatë dokument, shko tako edhe me konsulent privat. Ka njerëz që punojnë me konsulentë, që punojnë me biznese, ose kanë informacione për fondet potenciale të mundshme. Paguje një shërbim i cili do të sjell para realisht. Edhe komunat mund ta bën njëjtën realisht. Ti përgatitin planet, po bisedojmë për investimet kapitale, të cilët mund të jenë. Është tjetër edhe shumë më bind se kur thjesht e kenë në dorë një plan të gatshëm, edhe e prezanton para një donatori në një thirrje të caktuar se shif, unë kam punuar dhe jam mundu me kapacitetet e mia dhe potencialet financiare si komunë deri këtu. Tash na duhet ndihma juaj, derisa e keni shpall thirrjen, keni fondin në dispozicion, na duhet ky plan cilën e kam në letër thjesht ta shndroj në realitet realisht. Edhe kjo është ato dy elemente të cilët ta shtonë. Edhe e treta normalisht ju rekomandoj gjithëve, edhe bizneseve, po edhe institucioneve publike, investoni te kapacitetet njerëzore të cilët i keni brenda. Mendën komunë. Qoftë trajnime të cilët janë gratis që ka plot, prej shumë programeve, prej shumë komponentave ndryshme të Komisionit Evropian, të delegacionit të Unioneve Evropiane për çdo vend, po delegacionin në Shkup po flasim tash ky joni për Maqedoninë, po bisedojmë pak më tepër, ka komponenta, ka trajnime të ndryshme. Mund thjesht të interesohesh në infocentër të Unionit Evropian, thjesht do të japë një kontakt në bazë nevojës tënde, do të orientojnë. Po edhe nëse ka nevojë të paguhen trajnime, dërgoni njerëzit, investoni te njerëzit, ai investim mund të kthehet me shumë fish për një periudhë ndoshta 1-2 vjet. Interesant, komunat domethënë më tepër mund të lëpihen qeverisë, se sa mund të jetë investimet që merren nga IPA, shumë fish më mëdha se sa vetë qeveria, por kjo lidhet politike ndoshta i kanë edhe. Ndikon lidhja politike, ndonjëherë edhe procedurat për të arritur ato fondet janë pak më shpejta dhe më të lehta. Po, ndoshta edhe procedurat që më Kishte një koment, tha, prej momentit kur shpollet në thirrje deri në finalizim, sa zgjatin shumë beta 9 muaj kut. Po janë elemente të cilat procedura që duhet ndjeken. Për në qoftë se ndjeken, gjithë kjo është eksperiencë, dije që transferohet, po fund impakti i parave, po
gjithë procesi është një lloj memorie institucionale. Sigurisht. Unë se kuptojnë që memoria institucionale është shumë më e madhe se sa vetë impakti nga këto projekte. Shumë Okej, saktë. bra, diçka për në fund se ne erdhëm të 1 orë ti podcasti, besoj që ka qenë informative shumë. Në qoftë se diçka ke për të thënë në fund, okej, në qoftë se jo e përmbyllim këtë Jo, unë pjesë. besoj me këto 3 mesazhe Tre që i dash në mesazhe. fund mjaftojnë. Tani përsëris investoni te burimet njerëzore të cilët i keni, investoni në atë kapitalin human, i cili nesër do kthej realisht në vlerë edhe financiare dhe investime edhe E themi shpesh edhe ne në këtë platformë që kapitali Po, njerëzor është po, ndoshta po. kryesori. Se ndoshta ideja sjell Po. edhe paratë, jo paratë ide Ashtu është. ndonjëherë. Faleminderit edhe juve, javën e ardhshme do vazhdojmë të kemi një cikël tjetër emisionesh për këto mënyrat e financimit, mund ndoshta të sjellë një konsulent që ka të bëjë me business angel-it, ndoshta do marrim një bank për të parë këto kreditimet, me qëllim që të krijojmë një lloj figure të plot të financimit të bizneseve, institucioneve dhe individëve në lidhje me ëndrat, mundësi që keni ju për të realizuar profesionin, biznesi, idenë kështu me radhë. Deri atëherë mirupafshim dhe mirë dëgjofshim.